Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani mjalt në mëngjes esëll për një javë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Mjalti është një antioksidant i shkëlqyer dhe konsumi i rregullt i tij pastron trupin nga toksina të ndryshme. Përveç kësaj, vetit antibakteriale përmirësojnë ndjeshëm gjendjen e lëkurës. Këto janë arsyet pse duhet të konsumoni çdo ditë mjalt. Ul kolesterolin. Përbërësit dhe vitaminat që përmban mjalti kontribojnë në uljen e niveleve të kolesterolit. Konsumimi i përditshëm i mjaltit ka një efekt të dobishëm në nivelin antioksidues në trup, i cili mund të luftojë kolesterolin e tepërt. Përmirëson kujtesën. Studime të tjera tregojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar njëkohësisht stresin dhe për të përmirësuar kujtesën. Përveç kësaj, kalciumi në mjalt përthithet lehtësisht nga truri, gjë e cila ka një efekt të dobishëm në mirë funksionimin e tij. Përmirëson cilësinë e gjumit. Sheqeri në mjalt rrit nivelin e insulinës në gjak, gjë e cila më pas çliron serotoninën. Kjo shndërrohet më tej në melatonin, një hormon i cili promovon gjumë cilësor. Ka një efekt pozitiv në traktin tretës. Mjalti është një antiseptik i fortë, prandaj ai rekomandohet që ju të merrni një lugë mjalt përpara mëngjesit. Ky zakon i thjeshtë gjithashtu ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme të cilat lidhen me aparatin tretës. Përveç kësaj, mjalti shkatërron mikrobet dhe gjithashtu shëron plagët e vogla në mukozën e stomakut. Nxit relaksimin. Mjalti ndihmon edhe në uljen e stresit dhe largon në lodhjen. Glukoza, nga ana tjetër, është e nevojshme për punën e neuroneve. Përthithet shpejt nga gjaku, gjë e cila nxit relaksimin dhe zbutjen e çrregullimeve psikologjike. Mjalti i dhuron natyralisht fuqi organizmit. Ai është një antioksidant dhe një armik i mikrobeve. Nisja e një dite të mbarë dhe të shëndetshme nis me patjetër nga kuzhina. Mënyra se si dalim nga shtëpia në mëngjes për të nisur në punë ndikon në mënyrë të pavetëdijshme në humorin ton përgjatë të gjithë ditës. Nuk është as pak i panjohur fakti që shumica e shqiptarëve dalin nga shtëpia pa ngrënë mëngjes, duke i shkaktuar organizmit drobitje dhe dobësi që në nisje të ditës. Jo vetëm mjekësia popullore, por edhe studime të ndryshme vlerësojnë se nisja e ditës duke konsumuar një lugë të vogël me mjalt është mënyra ideale për t'i dhënë fuqi dhe energji organizmit përgjatë gjithë ditës. Mjalti ka një përdorim të gjerë dhe jo vetëm si ëmbëlsues. Përpara shpikjes së antibiotikëve, mjalti përdoret gjerësisht për të trajtuar plagët apo djegjet e lëkurës. Ai është përdorur edhe për të zbutur kollën ose si maskë lëkure, që në lashtësi mjalti konsiderohet si një ushqim mjaft i rëndësishëm për atletët dhe njerëzit të cilët kryenin aktivitete fizike. Por, nga ana tjetër, nënat e dinë se fëmijët nuk duhet konsumuar tek fëmijët nën moshën 1 vjeçare. Mjalti përmban sasi të vogla proteine, folati, vitaminë C dhe vitaminë të tjera tepër të rëndësishme. Mirë po, le të kthehemi përsëri tek të mirat që mjalti sjell në organizmin ton. Ne jemi gjithmonë duke u përpjekur për të gjetur një produkt të përsosur, i cili mund të bëhet pilula magjike për një trup të shëndetshëm dhe të bukur. Ne ju bëjmë dije se ky produkt më në fund është gjetur dhe është pikërisht mjalti i zakonshëm. Ne këtu do t'ju tregojmë se cilat janë përfitimet që merr trupi juaj nëse ha një lugë mjalt në mëngjes. Pastron fytyrën. Sipas ekspertëve, mjalti është një antioksidant i shkëlqyeshëm, që do të thotë se konsumimi i tij i rregullt
do të pastroj trupin nga toksinat e ndryshme. Përveç kësaj, vetitë e tij antibakteriale do të përmirësojnë ndjeshëm gjendjen e lëkurës tuaj. Largon peshën e tepërt nga trupi. Nëse jeni duke u përpjekur për të dobësuar, mjekët rekomandojnë që ju të hiqni dorë nga të gjitha ëmbëlsirat përveç mjaltit. Kjo sepse sheqeri i pranishëm në mjalt ka një përbërje natyrale ndryshe nga ajo e cila gjendet në ëmbëlsuesit e tjerë. Ul nivelin e kolesterolit. Mjalti nuk ka fare kolesterol, përkundërzi, përbërësit e vitaminat e tij kontribojnë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit. Konsumimi ditor i mjaltit ka një efekt të dobishëm në nivelin e përbërjeve antioksiduese në trup, të cilat munden që të luftojnë kolesterolin e tepërt, e bën në zemrën tuaj më të shëndetshme. Hulumtimet gjithashtu tregojnë se antioksidantët, të cilat gjenden në mjalt, mund të parandalojnë ngushtimin e arterieve. Në varësi të vendit të ndodhjes, ngushtimi mund që të çojë në dështim të zemrës, përkeqësim të kujtesës ose dhimbje koke. Sipas ekspertëve, pirja e një gote ujë me disa lugë mjalt do të jetë mjaftueshme për ta parandaluar atë. Përmirëson memorien. Hulumtime të tjera demonstrojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin dhe njëkohësisht për të rivendosur sistemin mbrojtës antioksidant qelizor dhe si pasojë për të përmirësuar memorien. Përveç kësaj, kalciumi i cili gjendet në mjalt tretet lehtësisht nga truri, i cili ka një efekt të dobishëm në funksionimin e tij. Gjumë i shëndetshëm. Sheqeri i cili gjendet në mjalt rrit nivelin e insulinës në gjak, e cila më pas çliron serotoninën. Serotonina transformohet mëtej në melatonin, një hormon i cili nxit gjumin cilësor. Stomak i shëndetshëm. Mjalti është një antiseptik i fortë, prandaj rekomandohet që të hani një lugë mjalt me stomakun bosh. Ky rituali thjesht ndihmon për të parandaluar sëmundje të ndryshme të cilat lidhen me aparatin tretës. Përveç kësaj, ndihmon për të parandaluar sëmundje të ndryshme të cilat gjenden në stomak, shkaktuar nga këto mikrobe të cilat shkatërrohen fal mjaltit, duke shëruar edhe plagët e vogla në mukozë. Liron tensionin. Kjo mund të tingëllojë paksa e çuditshme, por në fakt është diçka e vërtetë. Mjalti ndihmon në qetësimin e nervave dhe në lehtësimin e lodhjes. Glukoza, e cila gjendet tek mjalti, është thelbësore për punën e neuroneve. Thithet shpejt në gjak dhe kjo gjë çon mëtej në relaksim dhe në lehtësimin e çrregullimeve psikologjike. Mjalti gjithashtu, nëse do ta kombinoni së bashku me një gotë me ujë të vakët në mëngjes me stomakun bosh, ju ndihmon të rregulloni tretjen. Vetitë antiseptike të mjaltit ndihmojnë në lehtësimin e acidit në stomak, duke rritur prodhimin e mukusit të zorrëve. Pija është përgjegjëse edhe për hidratimin e zorrës së trash. Të gjitha këto rregullojnë tretjen dhe parandalojnë kapsllëkun. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!